Një vajzë 8 vjeçare ishte ulur në trotuar me 2 foshnja në krah kur bëri një pyetje që do t'ia ndryshonte jetën një milioneri përgjithmonë. Daniel Carvalho po nxitonte për në një tjetër takim kur pa një skenë që e bëri botën e tij të ndalonte. Një vajzë e vogël, jo më shumë se 8 vjeçe, ishte ulur në rrugën Rua das Flores me 2 foshnja të mbështetura në gjoks. Nuk ishte vetëm fakti që ishin fëmijë në rrugë që e tronditi. Ishte mënyra se si ajo i mbante, me një kujdes që dukej shumë i rënd për trupin e saj të vogël. Ajo i lëkunte me butësi, sikur të ishte një nënë e rritur, duke u përshpëritur diçka që ai nuk mund ta dëgjonte. Njëra nga foshnjat filloi të qante dhe vajza u tensionua për disa sekonda, duke u përpjekur ta qetësonte. Ajo shikoi përreth, sikur të kërkonte ndihmë, por njerëzit kalonin me nxitim, duke shmangur shikimin. Ishte pasdite dhe të gjithë kishin një vend ku duhej të shkonin. Semafori u bë i kuq dhe Daniel mbeti aty, duke i vëzhguar nga brenda bëmës së tij të zezë. Ai pa flokët e saj të çrregullta, rrobat e zbehura nga pluhuri dhe koha, sytë e mëdhenj të lodhur. Ishte një fëmijë që mbante mbi supe një bar që nuk i përkiste. Kur drita u bë jeshile, ai nuk mundi të lëvizte. Diçka në atë skenë e preku thellë. Ndoshta ishte pjekuria e detyruar në lëvizjet e saj. Ndoshta ishte mënyra se si mbronte foshnjat, sikur të ishin e vetmja gjë që kishte në boll. Ose ndoshta ishte fakti që ai, në moshën 35 vjeçare, nuk kishte mbajtur kurrë një fëmijë në krah. Një makinë pas tij i ra Boris. Daniel u zgjua nga mendimet, pa orën dhe e kuptoi se po vonoi, por kur pa vajzën që përpiqej të ngrihej me 2 foshnjat njëherësh dhe gati humbi ekuilibrin, ai parkoi pa menduar, doli nga makina dhe ju afrua. Ai u ul në nivelin e saj dhe i foli me zë të bull. Vajza e shikoi me frikë, duke i shtrënguar foshnjat më fort. Ajo kishte sy të mëdhenj, të mbushur me lodhje dhe dyshim. Kur ai e pyeti nëse ishin vëllezërit e saj, ajo u përgjigj shpejt po. Kur ai pyeti për prindërit, ajo uli syt dhe tha se nuk i kishte më. Zemra e Danielit u shtrëngua. Ai kishte pasur gjithmonë gjithçka. Nuk kishte njohur kurrë urinë apo braktisjen. Tani po përballej me një fëmijë që ishte bërë prind pa pasur kurrë kohë të ishte fëmijë. Ajo i tha se quhej Isabela dhe se foshnjat quheshin Miguel dhe Pedro. Kur ai e pyeti nëse kishin ngrënë, ajo pranoi se vetëm në mëngjes kishte gjetur pak qumësht në një furrë buke. Ishte pasdite vonë. Daniel ndjeu një ny në stomak. Ai i ofroi t'i çonte për të ngrënë diçka. Isabela e shikoi me dyshim dhe e pyeti pse donte t'i ndihmonte. Ajo i tha se të gjithë gjithmonë donin diçka në këmbim. Ai u përgjigj se thjesht donte të ndihmonte, sepse ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Kur njëra nga foshnjat filloi të qante më fort, Isabela e lëkundi instinktivisht duke kënduar me zë të ulët. Ajo i tregoi se prindërit kishin vdekur në një aksident 3 muaj më parë dhe se nuk kishin asnjë të afërm. Daniel e ndjeu peshën e atyre fjalëve. 3 muaj një vajzë 8 vjeçare kishte jetuar në rrugë me 2 foshnja. Ai i propozoi t'i çonte në shtëpinë e tij që të laheshin, të hanin dhe të pushonin. Isabela e shikoi me frikë dhe shpreh njëkohësisht. Pastaj e pyeti nëse do t'i ndante nga vëllezërit e saj. Daniel premtoi se nuk do t'i ndante kurrë. Ajo pranoi. Në makinë, Isabela i mbante foshnjat me një mbrojtje të fortë, duke i vëzhguar çdo lëvizje të Danielit. Ai e kuptoi se do t'i duhej kohë për të fituar besimin e saj. Gjatë rrugës, ajo i tha se nuk kishin më asgjë, se kishin humbur shtëpinë sepse nuk mundën të paguanin qiran. Daniel ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Kur arritën në shtëpinë e tij të madhe në një lagje luksoze, Isabela u ndje e vogël dhe e humbur mes mureve të mëdha dhe mobiljeve elegante. Ajo kishte frikë të ulej, nga mos i ndodh. Kur foshnjat filluan të qanin nga uria, Daniel kuptoi se nuk kishte asgjë për to. Ai i mori me vete në supermarket, ku Isabela i tregoi me përvojë çfarë të blinte: qumësht, shishe, pelena, ushqim për foshnja. Në shtëpi, ajo i mësoi si të përgatiste qumështin dhe si t'i mbante foshnjat. Ishte e çuditshme që një burr i rritur të mësojë nga një fëmijë, por Daniel e kuptoi se Isabela kishte qenë e detyruar të rritej shumë shpejt. Kur foshnjat u qetësuan dhe ranë në gjumë, ajo tregoi se si kishin jetuar, fillimisht me pak para që kishin mbetur, pastaj te një fqinjë që nuk mundi t'i mbante, dhe më pas në rrugë, duke fjetur nën stre, në kisha, madje edhe në spitale kur binte shi. Ajo i tha se kur nuk kishte menduar t'i linte vëllezërit për birësim. Ata ishin familja e saj dhe ajo kishte premtuar se do t'i mbronte.
Daniel e shikoi dhe kuptoi se përpara tij nuk ishte thjesht një fëmijë, por një shpirt i fortë, një motër, një nënë e vogël. Atë mbrëmje, ndërsa Isabela më në fund shkoi të bënte një dush dhe ai mbeti vetëm me Miguelin dhe Pedron në krah, Daniel e kuptoi se jeta e tij kishte ndryshuar përgjithmonë. Ai nuk kishte planifikuar kur të bëhej baba. Por ndonjëherë fati zgjedh për ty dhe ai e ndjeu se, ashtu si ata kishin nevojë për të, edhe ai kishte nevojë për ta. Danieli I mbante foshnjat në krah ndërsa ato flinin dhe ndjente një ankth të thellë, sikur të ishte përgjegjës për diçka jashtëzakonisht të brishtë dhe të çmuar. Ai shikoi përreth sallës së heshtur dhe kuptoi sa shumë kishte ndryshuar jeta e tij në vetëm pak orë. Në mëngjes ishte një biznesmen beqar I shqetësuar vetëm për takime dhe kontrata. Tani po kujdesej për 2 foshnja, ndërsa një vajzë 8 vjeçare po bënte dush në banjën e tij. Pedro u përkul lehtë në gjumë dhe Danieli mbajti frymën, por foshnja vazhdoi të flinte. Migueli hapi sytë dhe e shikoi me kureshtje, pa qarë. Përshëndetje, Miguel, përshpëriti Danieli. Unë jam Danieli. Tani do të kujdesem për ju. Migueli buzëqeshi, një buzëqeshje pa dhëmbë që ja shtrëngoi zemrën Danielit nga emocioni. Ishte hera e parë që një foshnjë I buzëqeshte dhe ai ndjeu një përgjegjësi të madhe dhe të frikshme njëkohësisht. Kur Isabela zbriti, e pastër dhe me rroba të huazuara që I rinin tepër të mëdha, dukej si një fëmijë tjetër. Fytyra e larë zbulonte njolla të vogla që më pari fshite pa pastërtia dhe flokët e lagur ishin më të çelët nga sa kishte menduar Danieli. U sollën mirë, pyeti ajo menjëherë, duke kontrolluar nëse foshnjat ishin mirë. Shumë mirë. Migueli madje më buzëqeshi. Isabela buzëqeshi edhe ajo, më e qetë për herë të parë. Ati I pëlqen ti. Atë natë, Danieli improvizoi një dhomë për ta në katin e poshtëm, me jastëk dhe batanie që të krijonte një hapësirë të sigurt për foshnjat. Isabela këmbënguli të flinte në 2 sheme pranë vëllezërve. Ka shtrat të mjaftueshëm, tha Danieli. Mund të flesh në një shtrat të vërtetë. Jo, u përgjigj ajo duke u mbështjellë me batanie. Ne gjithmonë flem bashk. Është më e sigurt. Danieli nuk këmbënguli. Ai e kuptonte se Isabela kishte nevojë për disa zakone, për disa rituale që e bënin të ndihej në kontroll. Para se të shkonte në dhomën e tij, ai qëndroi në derë duke e parë Isabela teksa u këndonte foshnjave me zë të ulët. Ishte një ninull e thjeshtë, por e kënduar me aq dashuri sa sytë e Danielit u mbushën me lodh. Në mëngjes, ai u zgjua nga e qara që vinte nga poshtë. Zbriti me nxitim dhe gjeti Isabela zgjuar, duke u përpjekur të qetësonte Miguelin, ndërsa Pedro flinte thellë. Ajo dukej e raskapitur. Ai ka ethe, tha ajo me shqetësim. Danieli preku ballin e foshnjës dhe ndjeu nxehtësinë. Duhet ta çojmë te mjeku. Isabela u përgjigj menjëherë se mjekët kushtonin shtrenjtë dhe se ajo ishte mësuar të kujdesej vetë për ta. Danieli e ndaloi but. Tani kemi mundësi. Do të telefonoj pediatrin. Ai bëri një takim dhe shkuan menjëherë. Në makinë, Isabela e mbante Miguelin fort duke përshpëritur fjalë qetësuese. Po sikur ta humbas edhe atë, pyeti ajo me zë të dridhur. Danieli e siguroi se gjithçka do të shkonte mirë. Mjeku I kontrolloi me kujdes dhe tha se ishte vetëm një ftoje e lehtë, por vuri re se të 2 foshnjat ishin pak të kequshira. Isabela uli syt, por Danieli e mbrojti menjëherë, duke thënë se ajo kishte bërë gjithçka që mundej. Më vonë, në farmaci, Isabela e pyeti sa kushtoi gjithçka. Nuk ka rëndësi, tha Danieli. Kur kujdesesh për familjen, nuk flasim për borxhe. Ajo e kundërshtoi me zë të ulët, duke thënë se ai nuk ishte familja e tyre. Jo ende, u përgjigj ai, por do të doja të isha. Ai I shpjegoi se donte t'i adoptonte, nëse ajo do të pranonte. Isabela u mbush me lodh dhe e pyeti nëse një ditë do t'i largonte. Danieli I premtoi se familja nuk largohet, edhe kur gjërat bëhen të vështira. Të nesërmen, Danieli anuloi të gjitha takimet dhe qëndroi në shtëpi duke mësuar si të kujdesej për foshnjat. Isabela e mësonte me durim, duke I shpjeguar çdo lloj të qarë, çdo nevojë. Më vonë, avokati I tij e informoi se procesi I birësimit do të kërkonte kohë dhe se, sipas ligjit, fëmijët mund të dërgoheshin përkohësisht në një institucion. Danieli u trondi. Ai refuzoi idenë tindante. Disa ditë më vonë, një përfaqësuese e shërbimeve sociale telefonoi dhe njoftoi se një furgon do të vinte për t'i marrë fëmijët. Isabela e dëgjoi bisedën dhe u tmerrua. Do të na marrin? Pyeti me zë të thyrë.
Danieli u betua se nuk do t'i linte të ndaheshin. Atë natë, ai vendosi të largohej përkohësisht me ta në një shtëpi të vogël në fshat, duke shpresuar të fitonte kohë. Por disa ditë më vonë, policia dhe përfaqësuesja e qeverisë u shfaqën. Ata e akuzuan për marrje të paligjshme të fëmijëve. Isabela doli nga dhoma duke mbajtur vëllezërit në krah dhe qëndroi pranë Danielit. Unë nuk do të shkoj, tha ajo me zë të fortë. Ai është babai ynë. Një polic më i moshuar u përpoq ta qetësonte, por Isabela i bëri një pyetje që e la pa fjalë, nëse dikush do t'i merrte fëmijët e tij për shkak të rregullave, a do ta pranonte? Ajo tha se vëllezërit e saj nuk kishin lindur nga barku i saj, por nga zemra e saj. Danieli ndjeu lotët t'i rrivnin. Vajza e vogël po luftonte për familjen e saj me një forcë dhe mençuri që i bënte të gjithë të heshnin. Isabela i shikoi të rriturit përreth saj dhe e kuptoi se po humbnin durimin. Carla foli me një ton të ftohtë, duke treguar se nervozizmi po i ikte nga kontrolli. Ti nuk i kupton ndërlikimet e kësaj situate. Isabela e ngriti kokën dhe u përgjigj me një qetësi që i befasoi të gjithë. Unë e kuptoj shumë mirë. E kuptoj që ju doni të na ndani. E kuptoj që mendoni se dini më mirë se unë çfarë është e mirë për jetën time. Pastaj ajo u kthye nga Danieli. Ti the që do të luftoje për ne, po lufton. Atëherë mos u ndal tani. Danieli i vështroi Carlën, policët dhe fytyrat serioze përreth. Në atë çast, ai mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Zonja Mendoza, tha ai me zë të fortë, dua të bëj një propozim. Nuk ka propozime. Fëmijët do të vinë me ne, u përgjigj ajo prerë. Më jepni një javë, këmbënguli Danieli. Një javë për të provuar se këta fëmijë janë më mirë me mua se sa në çdo stre. Një gjyq publik do të ishte i nevojshëm, tha Carla, por fëmijët janë të mitur. Ata nuk mund të dëshmojnë. Isabela është 8 vjeçe dhe është mjaft e zgjuar për të ditur çfarë dëshiron, tha Danieli. Polici më i moshuar ndërhyri, zonja Mendoza, ndoshta ia vlen të merret parasysh. Protokollet ekzistojnë për një arsye, u përgjigj ajo. Ndonjëherë protokolli nuk është ajo që është më e mirë për fëmijët, tha polici. Pas një diskutimi të shkurtër, ata u kthyen. Carla kishte një shprehje të ftohtë, por vendimtare. Do t'ju japim 2 javë, jo 1. Por do të qëndroni në qytet dhe do të keni vizita të përditshme mbikëqyrjeje. Danieli e shikoi Isabelan, e cila pohoi lehtë me kokë. Pranoj, tha ai. Pas 2 javësh, nëse situata nuk është rregulluar ligjërisht, fëmijët do të merren pa diskutim, përfundoi Carla. Kur të gjithë u larguan, shtëpia mbeti e heshtur. Isabela e shikoi Danielin me sy të mëdhenj, plot frikë dhe shpresë. Do t'ja dalim? Do t'ja dalim, u përgjigj ai, edhe pse për herë të parë ndjeu frikë të vërtetë. 2 javë për të shpëtuar familjen e tij, 2 javë për të provuar se dashuria vlen më shumë se çdo protokoll. Danieli nisi menjëherë të veprojë. Telefonoi të gjithë kontaktet që kishte. Të hënën, Roberto, pediatri, erdhi në shtëpi për një kontroll të plotë. Raportet e tij do të ishin thelbësore. Këta fëmijë janë në gjendje të shkëlqyer shëndetësore, tha ai pas ekzaminimit. Miguel ka shtuar peshë, Pedro po zhvillohet në mënyrë perfekte dhe Isabela ajo shkëlqen. Është më e sigurt, më e lumtur, më e qetë. Ai shtoi, në 30 vjet karrierë, rrallë kam parë një përshtatje kaq të bukur familjare. Ajo që keni ndërtuar këtu është e veçantë. Por doktori paralajmëroi, Carla po kërkonte çdo detaj që mund të përdorte kundër tyre. Danieli ndjeu stomakun t'i shtrëngoi, por u betua se e vërteta ishte në anën e tyre. Të martën, në derë u shfaq një gazetare, Margaret Sinclair. Ajo kishte dëgjuar historinë dhe donte ta tregonte. Fillimisht Danieli hezitoi, por më pas kuptoi se opinioni publik mund të ishte aleati i tyre. Margaret kaloi orë të tëra duke vëzhguar familjen, duke parë mënyrën se si Isabela kujdesej për vëllezërit, mënyrën se si Danieli i mbante me dashuri. Kjo vajzë është e jashtëzakonshme, tha ajo. Është e pamundur të mos shohësh se ju i përkisni njëri tjetrit. Të mërkurën, artikulli u publikua. Historia u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Njerëzit nga e gjithë vendi filluan të telefononin, të ofronin ndihmë, të tregonin historitë e tyre të birësimit, të kërkonin drejtësi për këtë familje. Të njëjtën, një grua e quajtur Regina Santos telefonoi. Ajo ishte ish punonjëse sociale dhe njihte sistemin nga brenda.
Problemi nuk jeni ju, I tha ajo Danielit. Problemi është se Karla nuk pranon kur të gaboj. Duhet të shkojmë drejt për drejt te gjykatësi dhe të paraqesim një dosje të fortë. Ajo ndihmoi të mblidheshin raporte mjekësore, dëshmi nga fqinjet, foto që tregonin ndryshimin e fëmijëve. Të premten, erdhi një telefonat vendimtare nga një mjek obstetër, I cili kishte ndihmuar në lindjen e binjakëve. Ai tregoi se nëna e fëmijëve kishte lënë një dëshirë të shkruar, ku kërkonte që fëmijët të rriteshin së bashku nga dikush që t'i donte dhe t'i mbronte. Dokumenti nuk ishte zyrtar, por ishte I nënshkruar dhe I dëshmuar. Për Danielin, ishte si një dritë shprese. Të shtunën, ai vendosi të bënte një hap të guximshëm, thiri një konferencë për shtyp. Në kopshtin e shtëpisë u mblodhen gazetar, fqinjë, njerëz të zakonshëm. Danieli qëndroi me Isabelan në krah dhe me Miguelin e Pedron në duar. Kjo është familja ime, tha ai. Nuk u formua nga gjaku, por nga dashuria. Nëse na ndani, do t'u hiqni këtyre fëmijëve të vetmen familje që njohin tani. Pastaj Isabela foli. Zëri I saj I vogël, por I fortë, preku zemrat e të gjithëve. Ne tani kemi shtëpi, kemi ushqim, kemi siguri. Por mbi të gjitha kemi dashuri. Ju lutem, mos na ndani. Videoja u bë virale. Mira njerëz kërkuan që autoritetet të rishikonin vendimin. Më në fund, erdhi një thirrje nga gjykatësi Montenegro. Ai kërkoi të takonte personalisht familjen. Në zyrën e tij, të ngrohtë dhe plot fotografi familjare, gjykatësi bëri pyetje të drejtpërdrejta. Pyeti Danielin për përgjegjësinë, për të ardhmen, për përkushtimin. Pyeti Isabela nëse ndiheje sigurt dhe e lumtur. Ku do të doje të jetoje, e pyeti. Me Danielin dhe me vëllezërit e mi, u përgjigj ajo pa hezitim. Sepse ai na do dhe na mbron. Gjykatësi heshti për disa çaste, pastaj tha, kam lexuar të gjitha raportet. Dhe kam arritur në përfundimin se do të ishte një padrejtësi e madhe t'ju ndaja. Ai shpalli kujdestarinë e përkohshme dhe urdhëroi për shpejtimin e procesit të birësimit. Karla u hoq nga çështja për ndërhyrje të papërshtatshme. Isabela shpërtheu në lot gëzimi dhe u hodh në krahët e Danielit. Miguel dhe Pedro qeshën, sikur ta ndjenin se diçka e bukur po ndodhte. Disa muaj më vonë, birësimi u bë zyrtar. Në sallën e gjyqit, të rrethuar nga miq që ishin bërë familje, gjykatësi shpalli vendimin përfundimtar. Danieli u ul në gjunjë dhe përqafoi fëmijët. Tani është zyrtare, tha ai. Ju jeni fëmijët e mi dhe unë jam babai juaj. Përgjithmonë. Përgjithmonë, pyeti Isabela. Përgjithmonë. Muaj më vonë, në kopshtin e shtëpisë, Isabela po e ndihmonte Miguelin të bënte hapat e parë, ndërsa Pedro vraponte duke qeshur. Jeta e Danielit kishte ndryshuar plotësisht. Nuk kishte më darka bosh biznesi, por net me përralla dhe mëngjese me mëngjes familjar. Ai nuk kishte qenë kurrë më I lumtur. Gjithçka kishte filluar me një pyetje të thjeshtë të një vajze të vogël në rrugë. Dhe përgjigjja e tij kishte qenë po. Po për një fëmijë. Po për 2. Po për 3. Po për dashurinë që ndryshon jetë. Po për familjen që zgjedhim dhe që na zgjedh. Po për gjithçka që ka vërtet rëndësi.